Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 13 dhjetor të 2025. Duke se është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me punën, por ndryshe nga ditët e tjera. Po pse është ndryshe dhe çfarë ka që është kaq ndryshe? Ka sepse mënyra se si gjëra do vinë, ose më saktë çështjet tona ose gjërat e tona që ne do bëjmë në lidhje me takime, në lidhje me vendime, por për disa mund të jetë shumë e lodhshme, sepse janë në punë, jo të gjithë bëjmë pushim, se ditë e shtunë gjithmonë ka atë të vetën, domethënë, po të shtunën asnjëherë, po të vini re miqtë e mi të dashur, në lidhje me nuk rrini dot, në shtëpi jeni do merreni me punë, ku diun. Vetëm ditë e diel është një ditë që edhe trupi e kërkon disi stabilizimin dhe qetësinë. Por gjithsesi, dita e sotme na jep mundësinë që neve të rikuperojmë problemet e së shkuarës, të shikojmë, të reduktojmë shpenzimet ose çështjet që na prishin punë, dhe është një moment mjaft i mirë. Por është i mirë sepse Mërkuri, që është futur në shigjetar, e dini nga dje, dhe formon një gjashtkëndësh me Plutonin në ujor, gjë që na ndihmon të kemi mendim perfekt, mendim hetues, që ajo që dua të bëj, pala tjetër do ma pranoj, e vendosim vetë. Sepse del atje ku duam ne, dhe ku duhet ne të vendosim. Të zgjidhim lehtësisht misteret dhe enigmat mendore. Të përqendrohemi në qëllimet tona, kryesisht, ndikojnë pozitivisht shenjat siç është dashi, binjakët, luani, peshorja, shigjetari dhe ujori, ose ata që kanë diellën ose ascendenten në këto shenja. Kjo do të thotë një mundësi mjaft e mirë, një mundësi që ngadonjëherë neve na duket e çuditshme, sepse sado që neve arrim të rregullojmë gjërat ose të kemi mundësinë e çështjeve financiare, por koha tregon që neve dim mjaft mirë në lidhje me ekonominë, dim shumë mirë në lidhje me ndryshimet që do të kemi tani e tutje, momentet janë të duhurat në biseda, në vendime, në ndryshime, në kohën e mirë të mundshme, fantastike ekonomike, por me qenë se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese për vendimet që merren, ndryshimet që kemi dhe momentet që kemi. Është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Takimet dhe gjërat të mëdha që do të keni tani e tutje, është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër fantastike, bini pas gjërave të mëdha që do të keni, sepse është koha juaj dhe momenti juaj. Tani, para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj dhe një herë për juve që interesoni për parashikim të detajuar, sepse kjo ditë e shtunë ka dhe disa gjëra të tjera, por është një individ, kuptohet. Do thoni juve, po do një individ që për njerëzit që duan të blejnë paketat ose diçka. Si do i barazëmështuar, dash bleni, dash mos e bleni. Nuk e kam aty, unë kam që mund të flasim më tepër për individin, sepse individi është pasqyra, është data, është puna, është karriera, ka hartën astrologjike të datëlindjes, ka të punës së vet, ka dhe kur ka likur, kur ka erdhur, ku diun. Që atë keni e kuptuar vetë, nuk duhet t'ju them unë se nuk bëj reklam për këto gjëra. Po a them kuptoni vet. Për ju që doni që interesoni për një parashikim të detajuar, ku diun, e keni atje astrologu.al, po të klikoni, shikojeni. Edhe po e datë me një ndajeni, po se ndatë me një iknim kalonin, ka problem fare. Nuk është, do më thënë me zojë, diçka që thotë, do abonohem që do marrë. Do abonohesh, do flasësh 20 minuta, 30 minuta, 1 orë, vetëm për tyja. Kështu që ju e zgjidhni vetë. E keni parë, nuk dua të them shumë fjalën, e shikoni atje, po ju pëlqeu mirë, s'ju pëlqeu, si të dojë barazëmështuaj. Pra, mund të bleni paketat edhe gjërat e tjera që doni atje, i shikoni dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit, Skypit, ku doni që të jeni, edhe në Mars po deshet, neve merremi vesh. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe doni të dërgoni mesazh. E dërgoni mesazhin ju, por nuk vjen. E shkruani, o Jorgo, nuk ka ardhur mesazhi. E shkruani tek videoja ju. Nuk e shkruani tek ku jam live. E aty s'keni bërë subscribe. Që të vinë mesazhi. Atë shtypni drekhin atje, bëni kështu me klikojeni, edhe shikoni atje, pastaj dërgoni mesazhin. Vjen. E lexoj, ka shanse mos ta lexoj. Sa atje shikoj. Jo për një gjë. Sepse nuk është diçka që po nuk bëra subscribe ti, un kam problem.
Jo, miqtë e mi dashur. Po të bëni, po të se bëni. Por, kur e bëni subscribe, sepse është sistemi i tillë, tjerët e kanë kuptuar, e din. Është sistemi i tillë që se kur bën subscribe as paguaj gjë, as ashtu gjë, vetëm të marr pak kohë. Të marr 1 minutë, 2 minuta të marr, çfarë bëj tani. Edhe pastaj e dërgoj mesazhin. Po sa lexoj atë nuk ma lexoj, kam bërë subscribe, pse se lexoj mesazhin. Drejt ke, po unë lexoj. Nuk kemi, do të thënë, e zgjidhim këtë problem. Por gjithsesi, si do të barazojmë të bëni. Dhe merrni mesazhin në kohën që jemi drejt së drejti. Por ju që doni që në kohën që ne jemi ose nuk kemi live dhe juve keni një problem. Keni bler paketën tuaj. Në rregull? Edhe keni bler paketën për një muaj, bëhet parashikime çfarë doni ju. Në rregull deri këtu. Më pas u del një problem. E doni me patjetër të merrni mesazh. Do të dërgoni mesazh te Jorgo. Jorgo, kam një problem këtu. Po ky problemi si t'ja bëni juve që e doni në atë kohë, në atë orë. Në këtë orë kam një problem, duhet të vete një takim. Të vete tani është orë e mirë? Se unë kam datëlindjen tënde. Në kohë që ti do ma dërgosh datëlindjen. Po si do ma dërgosh datëlindjen mua ti? Që unë ta kem përballë ta kem këtu. Që të dërgoj direkt dhe kam datëlindje dhe të shikoj direkt dhe ta dërgoj? Është ky pra membership. Ja pra membership, YouTube-i, Astrologo Jorgo Pulla membership. Shikojeni, klikojeni. Se fjalët e tepërta janë të lodhshme. Klikojeni, shifeni, bëjeni provë një herë ju. Pastaj, po nuk e morët, atëherë në rregull, nuk funksionon do thoni. Ose i mori Jorgo këtë unë dhe nuk na dha parashikimin. A gënjejt. Dhe kështu i bie. Provojeni edhe shifeni. Membership, ka që them unë. Si doni bëni ju. Tani. Do flasim për sa përket shenjave tani. 12 zodiakale. E fillojmë me shenjën e parë që shenjë e dashit. Për ju që dashit duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft surprizuese, mjaft e mirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare dhe gjëra që do të bëjnë dhe koha e dur. Nuk diskutohet që përfundimi është ideal dhe është fiks aty ku duhet, sepse nuk janë gjëra që ndikojnë dhe pozicionimi planetar është fantastik, përsa përket punës dhe karrierës, dashi ku humbet, kur. Por, mos harroni, sepse dashuria dashpeshore grinduni sa të doni juve, por juve me njëri tjetrin mund mos bëheni, por pa njëri tjetrin nuk jetoni. Doni apo s'doni ju? Unë ditë ju them këtë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me demin? Demi nga njëra anë është fokusi i gjërave dhe i kompromitimit të gjërave të komunikimit ose të gjërave të rrezatimit të gjërave të mëdha. Është mundësia që juve keni anën tuaj më pozitive dhe korrektësin nga një farë mënyre në anën tjetër dhe momentet që kanë bëjnë. Por gjithsesi, juve nuk është se keni pasur një problem ose keni pasur diçka që nuk shkon në fushën e karrierës suaj ose në gjërat që do të ndikojnë në lidhje me disa bisedime që mund të bëni ose disa çështje që kanë të bëjnë me vazhdimsinë, korrektësinë, punën, ndryshimet dhe gjërat e tjera që do të keni dhe jo vetëm. Megjithatë, është një moment shumë pozitiv dhe koha që tregon në lidhje me ekonominë është diçka shumë pozitive, madje perfekte në lidhje me takimet që do të bëni në dashuri është me viriresh. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Për binjakët duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme, por bëni kujdes sepse është një problem shumë i madh që mund keni tani këtë periudhë në dashuri me Bricap dhe me Peshore. Mos ju ndani, sepse do keni gjëra të tjera në mes. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Për gaforen mund të flasim shumë dhe gaforja ka ndikime shumë pozitive. Ku do të fokusohemi? Do fokusohemi tek puna. 1. Puna të keni një lajm shumë të mirë. 2. Si do bëjmë një lajmin? Po, për ata që punojnë edhe din të punojnë, nuk ka as tunë as diel, pushim fare. Por është koha juaj dhe momenti më mirë mundshëm sepse sot si ditë e mirë që është, mund të stabilizoni gjërat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujortët dhe diçka të tretë është ideale. Shkojmë tek shenja e zjarrit që është Luani. Luani ku do fokusohet? Do fokusohet tek puna aktuale dhe tek ekonomia. Tek parat, një blerje që do të keni sot, mirë është bleni gjërat përdorura, jo të reja. Nëse ju duhet diçka
momentale, blejeni dhe thuj mirupafshim. Jo të reja, është ditështun gjithmonë, ka gjëra të tilla që nuk funksionon në çështjet që kanë të bëjnë me gjëra të reja, por jo se ka një problem që mund shqetësoheni, sepse do të jemi korrekt me atë që themi dhe të jemi në lidhje në sintoni me çështjet. Kur blejmë gjëra të përdorura ose çështje që kanë të bëjnë me një mikrofon ose një diçka që ti përdor punë e madhe. Është për të kaluar, por është diçtun, është mirë për ta bërë sepse ka një vlerë më mirë se akoma se sa blen të re. Në anën shpirtërore me ujor është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshën kam lajme shumë të mira, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që do të ndikojë, do të diktoj gjëra të mëdha në fushën e punës së tyre, bëjnë një përllogaritje dhe dalin pozitiv dhe dalin suficit, jo deficit. Në lidhje me dashurinë, me peshqit, mos ju ndani, sepse peshqit janë fajtorët që juve ndikoheni. Fajtorët, shej ujë, shej toke, imagjinoni çfarë ndodh. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për peshorët nuk janë se janë të rregullt ose të rrept. Janë të rrept, por ka rregullin mes. Dhe kjo do të thotë ndikimi që ka të bëjnë. Tolerojnë ama, ta dini edhe këtë. Po në çështje shpirtërore me dem kanë problem. Meqense duket se kanë një dashuri të brendshme, atëherë mos dëgjojnë dy janë, të dëgjojnë demin nga njëra anë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepëve. Akrepët, pasuri pa lujshme, dhe sa para i merrni sot. I merrni sot dhe pini një kafe pa sheqer, që të mendoni për pjesën tjetër. Se është diçka tani. Brenda datës 15-16, jo më tepër, sepse ka diçka problem pastaj. Por gjithsesi e zgjidhni. Çështjet e dashurisë me peshk, favorizime pafund. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se kjo periudhë është periudhë e mirë, është periudhë perfekte në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me anën pozitive të biznesit, lidhje me biznes, nuk e diskutoj këtë. Nuk e vend dyshimun, por ana tjetër dhe pozicioni i planeteve që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe pozicionin e planeteve, që është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Karriera është momenti juaj dhe ndryshimi i madh që vjen. Në çështje shpirtërore, mos ju ndani virgjëreshës, peshqve dhe ujorëve, sepse jeni ju pra janë të tjerë. Jeni ju për gjëra të mëdha që do të ndikojnë, do të diktojnë në anën tuaj dhe është mundësia dhe momenti i duhur për gjëra të mëdha. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë bricjapi. Çfarë ndodh me bricjapët dhe ku bricjapët vendosin dhe ku bricjapët rregullojnë? Po, rregullojnë në lidhje me punën, rregullojnë në lidhje me anën e dashurisë, e mundësisë dhe korrektësisë në punën e tyre. Bricjapët do marrin një lajm shumë mirë sot. Dishtun e Jorgo do marrin lajme. Morë marrin që shkem atë, sepse lidhet shumë me të hënën që vjen javën tjetër. Por gjithsesi, koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe dini shumë mirë çfarë bëhet. Në çështje shpirtërore, me dem ju garantoj me 1.000.000% dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe koha e duhur për martesë, se fejesën e keni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët duket se lidhjet afatgjat do thotë me virgjëreshët e diçit parë, me binjakët e diçit të tretë është diçka shumë pozitive. Madje është momenti juaj. Shfrytëzojnë në maksimum dhe jeni aty ku doni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet kanë bëjnë me dem të diçit të tretë është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshqit. Bisedimi që do bëni sot ka bërë me ligjin. Personin e ligjit merrni në kafe, por tek për tek. Jo të tretë. Ju do marri shokun sepse do më thotë për çfarë do bëhet. Ju do marri XY. Mos e bëni këtë, se është problem. Atë që keni përballë, zgjidheni. Është koha juaj. Është momenti më i mirë. Në çështjet e dashurisë, bricjapi dhe luani është i juaj. Bëjeni tuajin me mënyrën që juve keni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme, që thash fillim të emisionit në datës 13 dhjetor të 2025. Nëse doni të abonoheni e të merrni parashikime të detajuara, astrologu.al, zgjidhni paketën tuaj për çfarë doni dhe dëshironi, jeni gati,
flasim nëpërmjet Viber, WhatsAppit apo Skype-it. Unë uroj mbarësi, shtëpi e bukurie në familjen tuaj. Gjithë mirat.